A e keni pyetur ndonjëherë veten pse ndiheni të fryrë, të rënduar dhe sikur zora nuk po punon siç duhet? Shumë njerëz e fajsojnë ushqimin e shpejt, por e vërteta është se edhe disa perime që i quajmë të shëndetshme mund të jenë shkaku kryesor. Po, disa prej tyre nuk vetëm që shkaktojnë gazra dhe kapslëk, por edhe blokojnë lëvizjen normale të zorës së trashë. Në këtë video do t'ju tregoj 5 perime që duken të pafajshme, por që nëse i konsumoni shpesh, mund të jenë arsyeja pse tretja juaj nuk funksionon si duhet. Perimja e parë, patatja. Perimja e parë është patatja. Shumë prej nesh e konsumojnë çdo ditë, sidomos të skuqur, por në të vërtetë patatja është një nga arsyet pse zora e trash bllokohet. Arsyeja është e thjeshtë. Patatja përmban shumë niseshte, e cila tretet ngadalë dhe krijon një shtresë të rëndë brenda zorëve. Te njerëzit me tretje të dobët, kjo niseshte jo vetëm që ngadalëson lëvizjen e ushqimit, por edhe shkakton kapslëk dhe fryrje. Sa më shpesh të konsumohet patatja e skuqur, aq më e madhe është ngarkesa për zorën e trash. Një mënyrë më e mirë për ta konsumuar është ta zini ose ta piçni në vend që ta skuqni. Kështu tretja bëhet më e lehtë dhe rreziku i bllokimit zvogëlohet ndjeshëm. Perimja e dytë, misri. Misri është një nga ushqimet më të dashura, sidomos në verë kur hahet i pjekur ose i zier. Kokoshkat janë gjithashtu një nga snacket më të përdorura në botë, por edhe pse duket i pafajshëm, misri mund të jetë një problem serioz për ata që kanë zorë të ndjeshme. Kokrat e misrit kanë një lëkurë shumë të fortë, e cila nuk tretet lehtë nga sistemi ynë tretës. Shpesh ndodh që të kaloj pothuajse i papërpunuar në zorën e trash, duke shkaktuar grumbullime dhe bllokime. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të fryrë ose përjetojnë kapslek pasi e konsumojnë. Përveç kësaj, misri përmban një kombinim të fibrave dhe sheqernave që mund të prodhojnë gazra gjatë tretjes. Te disa persona kjo krijon presion të madh në zorën e trash, duke bërë tretjen edhe më të vështirë. Rezultati është diskomfort, dhimbje barku dhe ndjenja e rëndimit. Një mënyrë për ta konsumuar më shëndetshëm është ta përdorni të bluar ose si supë kremoze, ku kokrat thërmohen dhe tretja bëhet më e lehtë. Kështu mund të shijoni shijen e misrit pa e vënë zorën e trash në presion të panevojshëm. Perimja e tretë, bizelet. Bizelet janë një nga perimet më të përdorura në kushinën tonë, sepse shkojnë me shumë gatime dhe konsiderohen si një burim i mirë proteinash bimore. Megjithatë, edhe pse duken të shëndetshme dhe të lehta, për shumë njerëz ato kthehen në një sfidë për tretjen. Sekreti qëndron te përbërja e tyre. Bizelet përmbajnë fibra të forta dhe disa lloje sheqernash që zora e trash i përpunon me vështirësi. Pikërisht këto substanca prodhojnë gazra gjatë tretjes, duke shkaktuar fryrje dhe ndjesinë e rëndimit. Shumë persona që hanë shpesh bizele ankohen për kapslek ose për lëvizje jo të rregullta të zorëve. Një tjetër arsye pse bizelet mund të jenë problem është se ato rrisin volumin e ushqimit në zorë. Kur sasia e ushqimit bëhet e madhe, zora e trash ngadalësohet dhe ushqimi qëndron më gjatë aty, duke krijuar ndjesinë e bllokimit dhe dhimbje barku. Një mënyrë për ta shmangur këtë problem është që bizelet të konsumohen gjithmonë të gatuara mirë dhe të kombinohen me ushqime të tjera të lehta, si perime të buta ose supa. Kështu trupi i përthith më lehtë dhe zora e trash nuk ngarkohet. Perimja e katërt, spinaci. Spinaci është i njohur si një super ushqim fal vitaminave dhe mineraleve që përmban dhe shumica e njerëzve e shohin si shumë të dobishëm për shëndetin. Por ajo që pak njerëz dinë është se spinaci kur konsumohet në sasi të mëdha dhe sidomos i papërpunuar, mund të krijojë probleme serioze për zorën e trash. Arsyeja kryesore është se spinaci përmban një sasi të lartë acidi oksalik. Ky përbërës jo vetëm që pengon përthithjen e disa mineraleve të rëndësishme si kalciumi dhe hekuri, por edhe e bën tretjen më të vështirë. Kjo bën që spinaci të mbetet më gjatë në zorë dhe të shkaktoj kapslek apo fryrje. Përveç kësaj, spinaci është shumë i pasur me fibra të patreqme. Këto fibra, ndonse të shëndetshme në doza të vogla, në sasi të mëdha ngarkojnë zorën e trash duke bërë ushqimin të kalojë më ngadalë dhe duke dhënë ndjesinë e bllokimit. Ky është një problem i zakonshëm për ata që hanë shpesh sallata me spinaq të freskët. Një mënyrë e mirë për ta shmangur këtë është që spinaci të konsumohet i gatuar lehtë, në avull ose i zier. Kur spinaci përpunohet me nxehtësi, acidi oksalik zvogëllohet dhe fibra bëhet më lehtë për tretje. Kështu mund të shijoni vlerat e tij pa e dëmtuar funksionin e zorës së trash.
Perimi e pestë, domatja. Domatja është një nga perimet më të dashura dhe të përdorura çdo ditë, qoftë në salata, gatime apo lëngje. Shumë njerëz e shohin si të lehtë dhe të shëndetshme, por në të vërtetë domatja mund të jetë problematike për ata që kanë zorë të ndjeshme. Problemi kryesor lidhet me lëkurën dhe farat e saj. Lëkura e domates është e fortë dhe shpesh mbetet e patretur gjatë kalimit në sistemin tretës. Farat gjithashtu mund të grumbullohen dhe të iritojnë zorën e trash, duke krijuar ndjesinë e fryrjes, rëndimit dhe blokimit. Për disa persona, domatja rrit prodhimin e acidit në stomak, gjë që ndikon drejt për drejt në tretje dhe bën që ushqimi të këkalojë më ngadalë në zorë. Kjo sjell kapslek dhe, në raste të caktuara, dhimbje barku. Shpesh njerëzit nuk e lidhin këtë gjendje me domaten, sepse e shohin si një ushqim të zakonshëm. Një këshill praktike është që domatet të konsumohen të çruara ose pa fara, sidomos për ata që kanë probleme me tretjen. Kështu ato bëhen më të lehta për zorën e trash dhe nuk krijojnë ngarkesë të panevojshme.